Cila është zgjidhja më e mirë për pronat e emigrantëve në bashkëpronësi? Një numër i konsiderueshëm emigrantësh i mbajnë apartamentet në Tiranë bosh apo me qerat ulët sepse i kanë bashkëpronësi me motra dhe vëllezër dhe nuk e dinë se si ta zgjidhin këtë situatë. Tani zgjidhjet janë dy. E para, lidhen të gjithë bashkëpronarët dhe ja shesin pjesën takuese vetëm njërit për bashkëpronarëve, pra tani bëhet një pronar i cili mund të hapi me qera apo ta shesi pronën më vonë si të zgjedhë ai. Zgjidhja e dytë është që të gjithë bashkëpronarët vendosin ta shesin këtë pronë në treg, ndajnë lekët në mënyrë proporcionale sa kanë pjesën takuese dhe më pas vazhdojnë jetën. Ajo që nuk duhet bësh ti është të vazhdosh ta lësh të situatën afatgjatë, sepse çfarë ndodh është larg qoftë një prind apo një vëlla motrën moshë të madhe ndron jetë, tani futen loj fëmijët e tyre. Fëmijët mund të jenë në vende larg, Amerikë, Kanada, nuk vin dot dhe bëhet shumë e vështirë për të shitur pronën. Cila do të jetë situata jote, ajo që ti ke nevojë në fillim është një vlerësim për pronën tënde. Sa është vlera saj sot të treg që më pas ti shesësh pjesën takuese vllajt ose motrës apo të dilni së bashku dhe ta shisni pronën tuaj në treg. Për këtë ju ndihmojmë ne. Ti mund të kontaktosh numrin e telefonit dhe të përfitosh një vlerësim falas për pronën tënde dhe më pas bëj zgjidhjen më të mirë të mundshme. Presim telefonatën tënde.